Zoti Berisha, ditën e mërkurë këtu në selinë e Partisë Demokratike, disa anëtar të kësaj force politike të Durrësit të përjashtuar kërkuan një takim me ju në mënyrë që të sqarohen lidhur me përjashtimin e tyre. Ndërkohë hodhen poshtë pretendimet se kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Pse nuk i pritet dhe a do t'i prisni në ditët në vijim për t'i dëgjuar dhe për t'i shpjeguar lidhur me përjashtimin? Së pari, nga ata që janë përjashtuar aty, në mos gaboj, ishte vetëm njeri. Dhe ai është përjashtuar me motive të qarta. Me motive të qarta. Ai ka qenë nën kryetar në fushat elektorale. Ka punuar për kundërshtarët, për të mos thënë sa gjëra tjera, s'ka nevojë, por edhe ai dhe çdo njeri tjetër ka një gjykat kjo parti, duhet paraqes ankesat. Nuk është Sali Berisha gjykatësi i partisë. Po, Sali Berisha ka premtuar me kohë që do bëhen analiza. Ka premtuar me kohë që në këto analiza do nxirren përgjegjësitë pa diskutim. Nëse X apo Y për shkaqe s'më interesojnë, bën fushat dhe bën thirrje të votohet, bën thirrje ditën para votimit që të votohet për kandidatin e Tom Doshit. Unë mendoj se është me pakta që mund të them pacipsi ekstreme të pretendoj se ka ndonjë gjë të përbashkët me Partinë Demokratike. Ka shkelmuar vetë investimin e vetë dhe keqpërdoret. Pra, ata persona që jipen me qera, që japin veten me qera, ata nuk kanë, do të thënë, janë qera, jipen me qera, kaq, kanë bërë një zgjedhje ata. Partia është një institucion që ka të gjitha forumet, dhe cili do që ka vrejtje, ka pakënaqësi, ka të drejtë ta ankimojë. Por absolutisht, ata që kanë punuar për kundërshtarët, nuk do kenë vend në parti. Jo, ke punuar për kundërshtarën, shko. Nuk është, do të thënë, marrin përsipër një mision të turpshëm, të neveritshëm. Mirë, ti e bërë atë. E bërë për arsye, dikush më thotë bashkëton me te, s'di asgjë, s'kam asnjë, nuk më vjen, por e bërë vazhdo ti, ç'keti, ty nuk të thirrë njëri, thotë pse e bëre. Jo. Bëre zgjedhjen tënde dhe unë respektoj zgjedhjen e secilit. Shkove bëre fushat për deputetin kundërshtar. Mirë. Tani kërkon të më shitesh mua se je të marroj periudhë e qeras? Jo. Pra, këto janë përpjekje të dëshpëruara të Edi Rams, dhe të atyre që bëhen lolot e tij, po e vërteta është që këto vetëm sa janë në përputhje me atë zotim, që analiza do bëhet. Dhe çdo njeri që nxirret nga lista që ka punuar për kundërshtarin, sa janë nuk mund të them, po janë. 10, 15, 20, janë ata, nuk mund të them se janë. E kam thënë gjithnjë që do bëhet analiza.
e kam thënë gjithnjë që ata të cilët kanë punuar për kundërshtar do marrin atë që meritojnë. Megjithatë, secili ka të drejtën të ankimojë dhe të faktojë se është ndëshkuar në mënyrë të pamerituar.